Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë mësimin e dytë të kapitullit 5, al-wahdatul khamisatu ad-darsu thani. Le të ndalim shkurtimisht tek fjalët e reja që do t'i hasim në këtë dialog ose në këtë mësim. Ma'un i themi ujit, qahwatun kafes, shaj çajës, halibun çumështit, sharabun pije, tamrun hurm, inabun fruti i rrushit, ta'amun ushqim, yatlubu pra huwa yatlubu ai kërkon, në të tashmen yashrabu ai pin. Kalojmë tek dialogu i sotëm, i cili zhvillohet mes al-mudhifa, pra që do të thotë stewardese, pra jemi në avion, ndërsa musafira udhëtare, pra kemi dialogun i cili zhvillohet mes këtyre dy personazheve, një udhëtare në avion dhe stewardesës. Stewardesa i thot një prej pasagerëve, pra madha tatlubina min at-ta'ami, pra çfarë dëshiron prej ushqimit, ajo i thot ba'da samaki wal aruzzi min fadlik, pra dëshiroj pak peshk dhe oriz, të lutem, pra min fadlik e të lutem. Stewardesa i thot wa madha tatlubina min ash-sharabi, çfarë dëshiron nga pijet ose nga pija, ajo i thot ma'an min fadlika, ujë të lutem. Stewardesa e pyet wa madha tufaddilina min al-fakihati, çfarë dëshiron ose çfarë parapëlqen prej frutave, ajo i thot at-tamra aw al-inaba, pra hurmin ose rrushin. Stewardesa e pyet hal tashrabina ash-shaya, a pinti çajin, ajo i thot la, jo, ufaddilu al-qahwata, pra parapëlqej kafen. Vazhdon dialogu. Al-mudhifa, pra stewardesa i thot al-qahwata bil halibi, pra kafen me qumësht, ajo i thot naam, po, al-qahwata bil halib, pra kafen dëshiroj me qumësht. Stewardesa e pyet hal turidina shay'an akhara, a dëshiron ti diçka tjetër? Udhëtari i thot la, wa shukran, jo, thet faleminderit. Al-mudhifi thot afwan, pra kur dikush të thot shukran, automatikisht i thu afwan, pra s'ka përse, ose të lutem. Ky është dialogu që zhvillohet mes dy personazheve. Shtjellimin e fjalëve kemi këtu, talaba yatlubu, kërkoj ose kërkon, pra talaba në të shkuarën, ndërsa yatlubu në të tashmen, min do të thot prej, pra min at-ta'ami, prej ushqimeve, ta'amun i themi ushqimit, min fadlike do të thot të lutem, pra mënyrë kortezie, sharabun pije, ma'un i themi ujit, faddala yufaddilu, pra pëlqen diçka, ufaddilu al-qahwata, pëlqej kafen, e kështu me radhë. Tamrun i themi hurmave, inabun rrushit, shariba yashrabu, pra thot të pish, pra shariben e të kaluarën piu, ndërsa yashrabu pi. Qahwatun kafes, halibun qumësht, shay i themi diçka, pra akhar tjetër, pra shayun akhar diçka tjetër. Shukran, faleminderit, dhe afwan, të lutem se s'ka përse. Kjo është fjalët kryesore. Kemi pyetjet, pyetja parë thot madha talabatil musafiratu min at-ta'am, pra çfarë ka kërkuar udhëtarja për ushqimit, ba'da samaki wal aruz, pra ka kërkuar peshk dhe oriz. Madha talabat min ash-sharab, talabat ma'an, ka kërkuar ujë. ماذا طلبت من الفاكهة؟ طلبت التمر أو العنب. هل ستشرب الشاي؟ لا. ماذا ستشرب؟ ستشرب القهوة. أين دار هذا الحوار؟ راكو كندور ديالوج في الطائرة أفيون. ماذا تفضل أنت؟ العنب أم التمر؟ بوتي تشفار دشيران روشن أبو هو من كاش فارسيتو نيازا. أفضل العنب نستي دشيران روشن، وسأفضل التمر نستي دشيران هورمات. ماذا تفضل القهوة أم الشاي؟ أفضل القهوة نسد شيران قافن، وسأفضل الشاي نسد شيران شاي. فكي يشتغل برسا بكت كتيم سيمت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.